Allahun Azza wa Jall, e falenderojmë, prej tij falë dhe ndihmë kërkojmë, salavatet dhe selamet ja dërgojmë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij fesnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Falenderojmë Allahun Azza wa Jall që na bëri pjesëtar të fesë islame, fe e cila është e vetmja e pranuar në ditën dhe në çastin kur zbëjnë dobi malli e as evlade. Sot vazhdojmë me ciklin e ligjëratave që kanë të bëjnë dhe kanë ndërlidhshmëri të fortë me procesin edukativo-arsimor dhe sot përmendim elementin e tretë për një arsimim të mirëfillt, dobiprurës dhe frutëdhënës, dhe ajo është edukata dhe tërbia. Edukata dhe tërbia janë elemente kyçe për një nxënës të mirëfillt, për një shkencëtar të mirëfillt, për një proces edukativo-arsimor i cili do të jetë dobiprurës, i cili do të na bën dobi, do të na bën hajër në dunjë e në ahiret. Dhe këtë po e përmendim nga se Aisha radhiyallahu anha e pyetën edhe për moralin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo pyetje nuk është pyetje pa sebeb dhe pa shkak. Është pyetje sepse njerëzit donin ta dinin se çfarë morali, çfarë tërbie, çfarë etike ka Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ata e shihnin dijen e tij, ata e shihnin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në jetën zyrtare dhe publike, ama donin ta dinin ai çfarë sheh në shtëpinë e tij, brenda katër mureve të shtëpisë së tij. Dhe për këtë shkak pyetjen na drejtuan Aishës radhiyallahu anha, bashortës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dhe ajo tha: "Kana khuluquhu al-Quran." Tërbia, edukata e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishte Kur'ani. Kështu tha Aisha radhiyallahu anha. Dhe këtë po e themi që besimtari kur e dërgon evladin e vet në mësim dhe në shkollë, te hoxha e në xhami, kudo që është vendi për të marrë dituri dhe arsimim, të mos harroj të jep këshilla edukative evladit të vet. Për këtë shkak nona e Imam Malikut rahmetullahi alayhi, çdo herë kur Imam Malikun e dërgonte te hoxha i tij, thënke: "O evlat, o bir, nga mësuesi jot, merre parëherë tërbien, edukatën e pastaj ilmin dhe diturinë." E një ditë prej ditëve tek Imam Maliku erdhi të mëson Imam Shafiu rahmetullahi alayhi. Shiqoni o vëllezër se si kanë qenë nxënësit e parë dhe si kanë qenë ata dhe çfarë ambicie të larta kanë pas në ndjekjen e hoxhallarëve dhe mësimit dhe diturisë. Imam Maliku u ul në vendin e tij ku mbante ligjërata dhe i përmendi 40 hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe Imam Maliku e kishte zanat që çdo herë kur të folte ndonjë hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam thonte: "An fulan ibn fulan an sahibi hadha al-qabr." Thonë ky hadith transmetohet prej filanit nga filani, nga pronari i këtij varrit. Kishte për qëllim varrin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse karshi ligjëratës së vet e kishte varrin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe filloi që ta përcjellë Imam Shafiu gjatë dersit të tij, dhe Imam Shafiu gishtin e tij herë e shtinke në gojën e tij, e ligafke, e pastaj prekke diçka në dhej. Imam Maliku u prek nga kjo, pasi që mbaroi dersin e tij, i tha: "Hesti këtu djalosh." Tha: "As ta kam mësua askush tërbien se si duhet me ndejt para hoxhës. As ta kam mësua askush edukatën se si duhesh me ndejt para mësuesit. Se nuk ka hije të fol hoxha ti me shti gishtin në gojë edhe me prek në përdhej. Kjo si pas ka hije një fëmis, i cili ishte shumë i vogël, e paramendon e të mdhejve sa ju ka hije kjo." E i tha Imam Shafiu: "O hoxha, unë nuk lujsha me dhej, e as që dësha mu ligaf, ama unë jam një fukara i cili donë me marë dituri dhe du të bona në zonë si jatë, dhe s'kam me blej pare, lapse as fletore, edhe për mos mi haru hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e shtisha gishtin në gojë, e bëjsha me liga edhe shkrujsha në dhej që mos të haroj." Tha: "Po i zomi se kështu është." Tha: "Atër, ma përmend një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që e përmenda në dersin tëm." Shiqoni, djalosh i vogël, çfarë syqelsie, e jo si na o vëllezër,
unë tham një fetfa në xhami levo, kur dal mbi pazar ka dal desno agje. Keni kujdes, kjo është dituri mirasi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur thuhet që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kemi për qëllim pronarin e atij varrit, Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nuk është fjalë kote as e vogël që na s'duhet me avnu veshin. E bile ndonjëherë bëjmë gabim e të bëjmë llaf ngjastën të majt me njëri tjetrin. I tha, jo hoqta, unë për me të bind, kam e t'i përmend 40 hadithe që i përmenden dersin tënd. Po tha, ma lejo t'ullna të vendi jotë. Tha, ullu të vendi jem. Ull, dhe tha, prej fulanit nga fulani, prej filanit nga filani, nga pronari këtij varrit, Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ka thonë, kështu janë numërej 40 hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Imam Shafiu, që ishte djalosh i vogël, ama çka, syçel, kishte kuptu esencën dhe realitetin e mësimit. Ama pas timve burave të mëdhej që ndronin nana të mëdhaja, edukatore të mëdhaja, që fatkeqësisht nonat e këtij zamani, tu këshill seriale s'po kanë kohë mi u dhon këshilla dhe nasihate vlatëve të vet. Tu këshill seriale kanë filluar dhe pastruese me prute shtëpia, se s'po kanë vakt me pastru, me gjitha makinerin që e kanë në shtëpi, të shit fshise, të shit paçavre, të shit detergjenti, ama s'kina vakt se ka seriale në finansatin e s'kan vakt më marrë me fëmijën. E masëni fëmija kur po shkojmë shkollë, me ca me ndejt ullët në karike, porin për mi bonë, sepse ka e prapa e ki mësu. S'ke pas vakt me eduku, ja kelon rrugës ta edukon e vladin, edhe a i del në fund në gelafsh, edhe a i del në fund të pa që rej mësusin, edhe qotë kitë shkolla, kitë familja, shkojnë një kërsnu mësusit, sepse e ka rej e vladin. Shqyqoni se një babë, i Hisham ibn Ammarit që ka boni për djalin e vetë, edhe këshirni në babalartë ku jemi me vlatë të tonë, sa na ka hije me thonë se na jemi edukator, jemi babalartë, edhe me ka që e përmbili hutbën. Për me që djalin e vetë me mësu të Imam Maliku, e shiti shpinë e vetë 20 dinar. E shiti me të shpejt, sepse ishte koha e haxhit që të thonë në haxhilet. Dhe Hisham ibn Ammari, kur i arriti të Imam Maliku, sa, Imam Malik, sa mëson hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, tha, jo, lexo. Tha, jo kime mësu, jo, tha, lexo. E ky djalosh ishte komgullës, derisa e hidhroi Imam Malikun, e Imam Maliku tha, merne dhe t'ja jepni 15 thupra për mos dëgjueshmëri. Edhe këtë djalin e rrehën ja dhën 15 thupra, ama ki su dorëzun. Erdhi Imam Maliku, tha, imam, në ki bo padrejti dhe zullum. Tha se unë jam i vogël shumë, ama ku marrë për një punë shumë të madhe, aq të madhe sa që baba jeme ka shit shpinë e vetë për 20 dinar për mardhën me mësut e ti. Tham ke bo padrejtësi, edhe vëllaj tha ki frigën e Zotit, se ki me dhonë gjevap të Allah për këtë padrejtësi. A din e vlatë e tonë me folë kështu për dituri dhe shkencë? A din thmit e tonë me folë kështu për dituri dhe shkencë? A na ka shku ndë një ndërmend që na e vladve tonë të abëjmë me dije sakrifikimin që duhet me bo për kërkimin e diturisë, qëfar do sfere dhe lëmije qofta ajo? Apo na thmit, po i prishmi me dinarin tonë, me parën tonë, me të mirat që na i ka dhonë Zoti. Edhe ata një ditë kthehen kundra nesh e jo për ne. E Imam Maliku o emocionu shumë, tha kërkoj halëk prej teje, e tha si ka mundësi unë me të pagujt këtë padrejtësi. Shqyqani, sa mirë diti me folë ki djali vogël, tha, kime me pagujt 15 thupra me 15 hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe Imam Maliku ullja lexoj 15 hadithet, tha, imi shtaj të mam, a i në barabar, jo, tha, shtoj e tha se është hajrë, busqeshi Imam Maliku dhe tha, qoj një këtë djallë, se qenë ka djallosh, nga i cilë do të ketë një armëri, shumë të mirë kjo ummet. O vëzër, tërbi nuk du të maharun kërkimin e diturisë. Kjo tërbi e kërkohet në gjitha lëmit dhe gjitha sferat, e në sidomos dhe në veçanti, kur është imami duke folë dhe thot, ka thonën Allahu Azza wa Jall në Kur'anin në famëlar, kjo fjallë është fjallë Rabbul Aleminit, që zgëzon ashkush me në përkomp me asgjon. Apo kur thot imami, ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, që është pejgamber, që është pejgamber i fundit dhe dhula e pejgamberisë, fjala e tij nuk guxon më në përkomp me asgjë tjetër. Lutë Allahun Azza wa Jall që na të kemi
pasardhës të edukueshëm, e të ndëgjueshëm, e të mirë, të cilët do të bëhen udhëtës të këtij populli dhe të këtij ummeti, të cilët do të shohin khairin në dunjë e në ahiret. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كاملين كما أمر واشكروه وهو الذي وعد المزيد لمن شكر وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر واعلموا أن الله أمركم بأمر عميم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.